Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se kishte përgatitur sipas tij ekzekutimin e protestuesve paqësor gjatë protestës së fundit të opozitës. Në një konferencë për shtyp, Berisha e cilësoi reagimin e qeverisë si antiligjor dhe i quajti atë organizatë kriminale më në krye Edi Ramën, duke pretenduar se ishte hartuar një skenar për gjakderdhje në shesh. Edi Rama kishte përgatitur skenarin e gjakderdhjes, kishte përgatitur ekzekutimin e protestuesve paqësor në shesh. Për këtë qëllim ai kishte vënë në krye në komandë në krye të banditëve me uniformë. Kriminalin famzi Sokol Bishga, ky urdhroi snajpert të qellojnë katër protestues, të cilët në mënyrë absolute nuk po kryenin asnjë veprim ndaj policëve të rendit. Sipas kreut të PD-s, protestuesit nuk po kryenin asnjë veprim të dhunshëm në momentin e ndërhyrjes së policisë. Ai cilësoi ngjarjen si një përpjekje për eliminimin fizik të kundërshtarëve politik. Gjithashtu kreu i PD njoftoi edhe protestën e radhës, e cila do të mbahet në 20 shkurt.